Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Ebert Spahia ka pritur në selinë e Partisë Demokratike Shkodër ambasadorin Lamberto Zanier, shefi misionit të OSBE-ODIR për zgjedhjet e 11 majit dhe ekipin e tij të këshilltarëve e ndihmësve. Në fokus të diskutimeve ka qenë klima zgjedhore në qarkun Shkodër, me thekste e problematikat serioze që lidhen me përfshirjen dhe ndikimin e krimit të organizuar, parave të pista që vijnë nga aktivitetet e paligjshme, përdorimin politik dhe presionin mbi administratën, mass median dhe përpjekjet e mazhorancës për të deformuar vullnetin e qytetarëve. Spahia theksoi në fjalën e tij se shqetësim serioz mbetet mungesa e hetimeve dhe ndëshkimit të krimit zgjedhor, përtej denoncimeve të shumta që janë bërë me prova të pakontestueshme. Partia Demokratike është angazhuar për një garë të ndershme e transparente dhe me fokus te qytetari dhe do të bëjë gjithçka për të mbrojtur votën e lirë. Fushata jonë në Shkodër është e bazuar në program, shpresë dhe bashkëpunim me qytetarët dhe ne jemi të vendosur të mbrojmë çdo vot në 11 maj, e mbylli fjalën e tij Spahia. Ai kërkoi ambasadorit Zanier dhe misionit të OSBE-ODIR angazhim maksimal për të parandaluar çdo masakër tjetër zgjedhore që minon procesin demokratik dhe do të ishte një goditje e fortë për aspiratën tonë europiane.